Imagjinoni për një moment diçka. Asistenti juaj digital nuk është thjesht një zë, jo një zë nga një altoparlant i vogël në kuzhinë, por një entitet që ju ndjek kudo, shfaqet në pasqyrën tuaj inteligjente në mëngjes. Wow! Ju flet nga ekrani i makinës dhe pastaj shfaqet në kompjuterin tuaj në zyrë. Dhe pjesa kryesore, mban mend çdo bisedë. Çdo gjë? Po. Kjo tingëllon si fantashkencë, di, por është vizioni qendror i një projekti për të cilin kemi disa dokumente. Quhet openhuman.ai. Dhe sot do të hyjmë thellë për të kuptuar nëse ky është thjesht një koncept ambicioz apo diçka më shumë. Është një vizion vërtet i guximshëm dhe për ta kuptuar, burimet na sugjerojnë të mos fillojmë me të ardhmen, por me të tashmen. Me atë që kemi tani. Pikërisht, ato argumentojnë se jemi në një pikë të veçantë, një lloj konvergjence teknologjike. Të gjitha pjesët kryesore të enigmas janë tashmë aty, por askush nuk i ka bashkuar ende si duhet. Okej, le të zbërthejmë pak këtë idenë e konvergjencës. Cilat janë këto pjesë të enigmës që, siç thua ti, tashmë i kemi? Në thelb janë 3 bloqe gjigante. Së pari dhe më e rëndësishmja, kemi trurin. LLL-t pra. Sakt. Modelet e mëdha gjuhësore si seria GPT, Claude, Gemini e kanë zgjidhur në masë të madhe problemin e inteligjencës bisedore, pra qenjet digjitale nuk janë më skripte të thjeshta, ato mund të arsyetojnë. Dhe të mbajnë mend. Pra, problemi çfarë të thuash është zgjidhur, po piksa tjetër. Pjesa e dytë është zëri. Teknologjitë text-to-speech, sidomos ato nga kompani si Eleven Labs, kanë arritur një realizëm të jashtëzakonshëm. Ato tingëllojnë plotësisht njerëzore. Po, absolutisht, mund të transmetojnë emocione, intonacion, çdo gjë. Dhe së treti, kemi fytyrën. Mjete si Meta-Human Creator mund të krijojnë fytyra fotorealiste që vështirë t'i dallosh nga ato të vërteta. Po, kam parë disa shembuj. Madje një nga dokumentet përmendte diçka që në 2015-ën ku rikrijuan fytyrën e presidentit Obama. Po, dhe sot teknologjia është shumë më avancuar dhe më aksesueshme. Më duket e pabesueshme. Me Meta-Human dhe zëra si ata të Eleven Labs, duket sikur i kemi gjitha. Atëherë pse nuk po shohim kudo asistent si në filma? Ku po ngjeç procesi? Kjo është pyetja prej $1 milion. Dhe këtu arrim te thelbi i problemit që OpenHuman pretendon se ka zgjidhur. Që është? Burimet e quajnë pengesa e fundit. Gjenerimi i lëvizjeve dhe gjesteve natyrale në kohë reale. Lëvizja. Po, dhe kjo është jashtëzakonisht e vështirë. Kur ne flasim, lëvizjet e trupit ton, duart, koka, nuk janë të lidhura një me me fjalët. Ato ndikohen nga theksi, ritmi, emocionet, është një valle tejet komplekse. Dhe teknologjitë ekzistruese nuk e bëjnë dot këtë, po motion capture që përdoret në filma dhe lojra. Motion capture ose mock-up është fantastike për skena të pararegjistruara, por nuk funksionon për një AI që duhet të reagojë spontanisht. Domethënë është shumë e shtrenjtë dhe jo fleksibël. Pikërisht, nuk mund të parashikosh çdo përgjigje të mundshme të një AI dhe të regjistrosh një animacion për të. Dhe si rezultat, qenjet digjitale sot ose duken të pajeta, të ngurta, ose janë thjesht avatar 2D. Pra, ky është hendeku në treg. Ekziston App Store për aplikacionet, Shopify për produktet, Steam për lojrat, por asgjë për qenjet digjitale. Absolutisht, dhe ti sa po preke thelbin e problemit që ata duan të zgjidhin. Nuk është thjesht një problem teknologjik, por një problem tregu. Ata e shohin këtë hapësirë boshe dhe thonë, këtu mund të ndërtojmë një ekosistem. Edhe ky është vizioni i openhuman.ai. Ky është vizioni, të krijojë tregun e parë të hapur në botë për qenie digjitale realiste. Një vend ku krijuesit ndërtojnë, e shesin dhe përdoruesit blejnë e i përdorin. Okej, një treg tingëllon mirë në teori, por si funksionon në praktik? Kush janë palët? Dokumentet e përshkrojnë si një model me 3 shtylla: krijuesit, përdoruesit dhe platforma. Një analogji e bukur që përdoren është se platforma ndërton rrugët dhe menaxhon tregun, por nuk i ndërton vetë makinat, ato i bëjnë krijuesit. Le të ndalemi te krijuesit. Nëse unë jam një artist 3D, pse do doja të ndërtoja diçka këtu? Duket si një proces tepër i ndërlikuar. Kjo është një pikë kritike. Propozimi i tyre kryesor për krijuesit përmblidhet në një frazë:
ndërto një herë, shite kudo, fito 70%. Pra, si funksionon? Çfarë shet një krijues? Një krijues nuk shet thjesht një model 3D. Ai ofron 3 komponent. Së pari, personalitetin, që në thelb është një lidhje me një ëllëm. Së dyti, pamjen, pra modelin 3D. Dhe së treti, sjelljen. Sjelljen? Do me thënë? Rregullat se si kjo qenie shpreh emocionet, si duket kur është e lumtur, e trishtuar, konfuze. Por prap, kjo kërkon aftësitë specializuara, si e ulin barrierën e hyrjes. Këtu platforma luan rolin e saj. Ajo ofron një sër mjetësh falas. Për shembull, një bibliotekë të aseteve me modele bazë, skelete animimi, nuk duhet ta fillosh nga zeroja. Dhe mjeti më i fuqishëm është Creator Studio, një redaktor 3D që funksionon direkt në browser. Ka integrime që të lejojnë të përshtatësh një fytyrë 3D me skeletin standard, me pak klikime. Dhe mund ta testosh me një herë, me sa kuptoj. Sakt. Dhe gjithë kjo me një model ndarjeje të ardhurash, 70-30, i ngjashëm me App Store. Pra, diferenca është mes dikujt që blen pjesë për të ndërtuar një kompjuter dhe dikujt që blen një laptop të gatshëm? E bën shumë të aksesueshme. Pikërisht. Ideja është që krijuesi të përqendrohen tek krijimi, jo të detajet teknike. Okej, kjo ana e krijuesve duket tërheqëse, mjet e falas, 70% fitim. Po nga ana tjetër, për një përdorues, çfarë ofron kjo që nuk e gjej dot tjetër kund? Dokumentet pikturojnë atë skenarin e një dite me një asistente, Emma. Po, ai shembull është Chelsea. Propozimi për përdoruesin është një asistent kudo që shkon. Le ta përshkruajmë atë ditë. Ti zgjohesh dhe Emma shfaqet në pasqyrën tënde inteligjente. Të them të drejtën, pjesa e pasqyrës inteligjente më duket pak rrëqethse. Por vazhdojmë. Është një koncept i ri, padyshim, por ja ku bëhet interesante. Ti shkon në kuzhinë, merr telefonin dhe pyet: "Emma, a kemi qumësht?" Dhe ajo shfaqet në telefon, "Po", dhe përgjigjet: "Jo, e mbaruam dje, do ta shtoj në listë." Pastaj ti hip në makinë. Ajo shfaqet në ekranin e makinës dhe ti jep një rrugë alternative për shkak të trafikut. Dhe kur arrin në zyrë, ti ulesh para kompjuterit dhe thua: "Emma, më ndihmo të përgatitem për takimin e orës 11." Ajo shfaqet në një cep të ekranit dhe përgjigjet: "Sigurisht, bazuar në bisedën tonë në makinë, e di që do vonohesh, kështu që sapo njoftova pjesëmarrësit e tjerë." Pra, ajo ka kontekstin e plot të çdo ndërveprimi, pavarësisht pajisjes. Kjo është pjesa që ndryshon gjithçka. Nuk është thjesht siri në pajisje të ndryshme, është i njëjti entitet me të njëjtën kujtesë. Si është e mundur kjo teknikisht? Kjo mundsohet nga ajo që ata e quajnë sistemi i sinkronizimit të kontekstit. Është një sistem që sinkronizon kujtesën e bisedave, vendodhjen, preferencat, gjithçka. Dhe kjo ndodh shpejt. Shumë shpejt. Specifikojnë një latencë më të vogël se 10 milisekonda. Pra, përvoja është absolutisht e pandërprer. Mund ta ndërpresh një fjali në telefon dhe asistenti ta përfundojë atë në laptop. Kjo vazhdimsi është ajo që e dallon. Në rregull. Pra, sistemi i sinkronizimit krijon përvojën e pandërprer. Por le të kthehemi te ajo pengesa e fundit që përmende, lëvizja. Si kanë zgjidhur këtë? Këtu hyn në lojë teknologjia e tyre thelbësore, motori sintezës së lëvizjes me AI. Këtu dokumentet bëhen më teknike. Bëhet fjalë për një model të bazuar në difuzion, si ato që gjenerojnë imazhe, Midjourney apo Stable Diffusion. Pikërisht, përdor një parim të ngjashëm, por i specializuar për lëvizjen njerëzore. Fillon me zhurmë dhe e rafinon atë në gjeste koherente. Pra çfarë merr si input dhe çfarë prodhon? Ai merr 4 gjëra. Tekstin e folur, audion për të kapur ritmin dhe intonacionin, një etiketë emocioni, si i lumtur apo serioz, dhe kontekstin e bisedës. Dhe i kombinon këto për të gjeneruar lëvizje. Sakt, gjeneron në kohë reale gjeste naturale, lëvizje të kokës dhe trupit që shoqërojnë fjalimin. Dhe kjo ndodh me një shpejtësi marrëmendse, latencë 9-50 milisekonda, 60 kuadro për sekond. Pra nuk janë animacionet para caktuara, inteligjenca artificiale po improvizon gjuhën e trupit në kohë reale. Kjo është e jashtëzakonshme. Pikërisht, është diferenca mes një marionete dhe një aktori të vërtet. Ata përmendin se janë frymzuar nga kërkime akademike si deepface dhe diffuse still gesture,
Pra kjo bazohet në punë kërkimore të avancuar. Ky është përbërësi sekret. Në dokumente përmendet edhe një koncept tjetër, një arkitekturë e quajtur sinapse neurone. Çfarë është kjo? Kjo flet për mënyrën se si e ka ndërtuar sistemin për ta bërë të qëndrueshëm. Ideja është që çdo funksion kryesor, shikimi, dëgjimi, lëvizja, kujtesa, funksionon si një proces i pavarur, si një neuron. Dhe këto neurone komunikojnë me njëri tjetrin? Po, duke dërguar mesazhe ngjashëm me sinapset në trurin ton. Përmendin specifikisht përdorimin e teknologjisë Erlang OTP, e cila është e famshme për qëndrueshmërinë e saj. Pse është kaq e rëndësishme kjo? Sepse siguron që sistemi të mos dështojë kur plotësisht. Nëse moduli i shikimit ndalon së funksionuarit për një moment, pjesa tjetër e sistemit, të folurit, të dëgjuarit, vazhdon të funksionojë pa ndërprerje. Dhe kjo është thelbësore për një shërbim që pritet të jetë gjithmonë aktiv. Okej, teknologjia është mbresëlonse, por le të kthehemi në botën reale. Si krahasohet OpenHuman me diçka si Character AI, e cila tashmë ka shumë përdorues? Dokumentet ofrojnë një krahasim të drejtë për drejtë. Dallimi kryesor, OpenHuman, është 3D, fotorealist dhe në kohë reale. Character AI është kryesisht i bazuar në tekst, ose në rastin më të mirë, përdor avatare 2D statik. Dhe është një tregu i hapur. Sakt, OpenHuman është një treg i hapur, ndërsa Character AI është një ekosistem i mbyllur, dhe sigurisht sinkronizimi i kontekstit midis pajisjeve që thjesht nuk ekziston në platformat e tjera. Po krahasimi me tregjësi Unity Asset Store, edhe atje mund të blesh modele 3D. Ky është një dallim kyç. Unity shet përbërësit, modele statike 3D, tekstura, OpenHuman shet produktin e gatshëm. Një qenie digjitale plotësisht interaktive. Pikërisht, është dallimi midis blerjes së miellit, vezëve dhe sheqerit dhe blerjes së një torte të pjekur. Një analogji e shkëlqyer. Po MetaHuman Creator, që përmendëm më parë. MetaHuman është vetëm një mjet për të krijuar fytyrën. Nuk ofron trurin, personalitetin, sjelljen. Asnjë ekosistem për ta shpërndar. OpenHuman synon të jetë e gjithë platforma, nga pika A te pika Z. Kjo na çonte vizioni afatgjat. Ata thonë, brenda 10 vitesh, njerëzit nuk do të ndërveprojnë me aplikacione, por me qenie. A është kjo thjesht një frazë marketingu? Është një pretendim për një ndryshim themelor të paradigmës. Për 40 vjet, ndërveprimi ynë me kompjuteret është bazuar te metafora e desktopit, ikona, dosje. Vizioni këtu është që kjo paradigmë po vjen drejt fundit. Pra, në vend që të hapim 20 aplikacione, do të kemi një ndërfaqe të unifikuar bisedore, një qenie digjitale që shërben si ndërmjetës për gjithçka. Ti thjesht i thua asistentit çfarë do dhe ai ndërvepron me shërbimet e nevojshme në prapasken. OpenHuman synon të bëhet sistemi operativ për këtë. Pra, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Filluam me një konvergjencë teknologjish, truri, zëri dhe fytyra, që e bën të mundur të ide. Më pas, identifikuam pengesën kryesore, lëvizja dhe gjestet natyrale. Dhe pam se si OpenHuman pretendon ta ketë zgjidhur këtë përmes një motori të avancuar AI. Dhe gjithë kjo e paketuar brenda një ekosistemi që synon të jetë App Store për qeniet digjitale, duke mundësuar një shoqërues digjital të pandërprer që na ndjek kudo. Pikërisht. Dhe kjo na lë me një mendim përmbyllës. Burimet përmendin një sër aplikacionesh përtej asistentëve personal. Shoqërues për të moshuarit, mësues të personalizuar, influencues virtual, dhe kjo ngrej një pyetje të rëndësishme, ndoshta pak provokuese. Sot, marrëdhëniet tona me teknologjinë janë kalimtare. Hapim një aplikacion e mbyllim. Por nëse kushdo mund të krijojë dhe të shes një qenie digjitale me një kujtesë të përsosur dhe një prani të vazhdueshme në jetën tonë, çfarë lloj marrëdhëniesh të reja, të dobishme, por edhe tejet komplekse, mund të lindin mes njerëzve dhe AI? Çfarë do të thotë të krijosh një lidhje me një entitet që ekziston kudo dhe nuk harron kurrë asgjë?